Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe dërgojmë salavat dhe selamën mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me derset tona që i kemi në akide, gjithësisht në shpjegimin e librit El Usul al-Thalatha, apo tre parimet. Dhe kemi potencuar disa herë se libri pra bazohet në tre pyetjet që do t'i bëhen njeriut në varr. Kush është Zoti yt, cila është feja jote dhe kush është pejgamberi yt. Këto tre pyetje përmbledhse, të cilat janë si pyetjet pra të provim të cilin e kalon njeriu që nga momenti i vdekjes së tij. Pejgamberi alayhis salam na ka treguar se do të pyetim për këto. Andaj i takon çdo muslimani që së paku të mundohet të mësoj këto gjërat më kryesore në teori e pastaj të mundohet t'i fut në praktik ato. Dhe e potencuam se në hyrje ky dietar i ka përmendur tre pika, pra tre gjëra kryesore. Gjëja e parë është obligimet që i kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala, që është obligimi i parë dituria, obligimi i dytë veprimi sipas saj, obligimi i tretë thirrja në këtë dituri dhe obligimi i katërt thirrja në këtë dituri dhe obligimi i katërt bërja e sabrit gjatë kësaj. Dhe tre pika tjera të cilat janë të rëndësishme që i potencuam dhe jemi pra te pjesa e tretë e hyrjes. Kjo para se të futemi në shtjellimin e tre parimeve, pra njohja e Allahut, njohja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe njohja e fesë islame me argumente. Kjo është pra pjesa e tretë e hyrjes. Thot në këtë pjesë ky dietar, "I'lam dije arshadakallahu li ta'ati." Allahu të drejtoft drejt ibadetit të tij, drejt respektit ndaj tij. Anna al-hanifiyata millat Ibrahim, se hanifia, besimi i pastër, tauhidi i Allahut, veçimi i Allahut me adhurim është feja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. An ta'bud Allaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Feja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam është të adhurosh Allahun subhanahu wa taala me sinqeritet në fen e tij. Adhurimi pra është ismun gjami, thot Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, kur e sqaron se çka është ibadeti, thot el ibade ismun gjamiun li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al aqwal wal a'mal al dhahira wal batina. Ibadet nuk është pra diçka e kufizuar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ibadet është diçka shumë përmbledhse sipas fesë son. Ibadet është, siç thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, çdo fjalë dhe çdo vepër me të cilën Allahu është i kënaqur dhe të cilën Allahu e don, po qofshin këto gjërat mbrendshme dhe qofshin gjërat jashtme që shfaqen pra në veprat e njerëzve. Kjo pra është feja e Ibrahimit alayhis salam dhe përmendet, potencohet Ibrahimi alayhis salam sepse është babai i pejgamberëve. Pas ti, gjithë pejgamberët kanë qenë prej familjes së tij, kanë qenë pasardhës të Ibrahimit alayhis salam. Allahu i lartësuar e ka ngrit me këtë veçori këtë pejgamber të madh, sepse ai veçohej në lloje të ndryshme të adhurimeve të cilët i kundërshtonte, të adhurimeve pos Allahut subhanahu wa taala dhe lloje të ndryshme të kufrit me të cilët kishte pjesë. Dhe kishte të bëj me popullin e tij, kishte të bëj me udhëheqës zullumqar, kishte të sprovohet me babain e tij që i adhuronte idhujt, u sprovua për shkak të besimit të tij, monoteizmit të tij, besimit të pastër, pra për shkak të gjitha këtyre sprovave në për cilët kaloi Ibrahimi alayhis salam gjatë jetës së tij, e fitoi këtë epitet që të jetë Khalilullah, që të jetë i dashuri i Allahut subhanahu wa taala. Khalilullah do me thënë grada më e lartë e dashurisë është el khulle, dhe nuk ka prej pejgamberëve që e kanë arritur këtë pos dy pejgamberëve, Muhamedi alayhis salam dhe Ibrahimi alayhis salam. Dhe Allahu subhanahu wa taala shpesh e potencon këtë, se Ibrahimi alayhis salam nuk ka qenë as jehudi e as krishter,
sepse edhe këta edhe të tjerët mundohen që pra të thonë se fetë e tyre janë fe ibrahimie, fe që rrjedhin prej Ibrahimit a.s. E Allahu asqaron se kjo nuk është e vërtet. Fetë e tyre nuk kanë të bëjnë pra me atën cilën ishte Ibrahimi a.s. Po në fetë e tyre kanë ndërhyrë dora njerëzore dhe kanë devijuar prej realitetit, prej të vërtetës në të cilën ka qenë Ibrahimi a.s. Në aspektin gjuhësor, el hanifie do të thot një besim që largohet pra prej shirkut. Andaj edhe Allah subhanahu wa taala tauhidin e ka quajtur me këtë quajtje sepse largohet prej shirkut dhe prej çdo lloj të ibadetit të dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. Pra, ky dietar po e sqaron se kjo është feja e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, e nuk është ajo që janë veshin jehudit apo ajo të cilën janë veshin të krishterët. Dhe pastaj thot wa bidhalika amara Allahu jami'an nas. Me këtë fe, me këtë gjë i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala të gjithë njerëzit që ta adhurojnë Allahun e lartësuar me sinqeritet në fe. Thot Allahu subhanahu wa taala wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. I thot Allahu subhanahu wa taala Muhamedit alayhis salam, nuk kemi dërguar edhe para teje, pra edhe pejgamberët që kanë qenë para Muhamedit alayhis salam, thot Allahu i lartësuar, nuk i kemi dërguar me diçka tjetër pos me këtë mision, annahu la ilaha illa ana, se nuk ka të adhuruar me merit, se s'ka zot tjetër pos meje, thot Allahu, fa'budun, andaj më adhuroni vetëm mua. Wa bidhalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Pra, me këtë gjë thot Allahu i ka urdhëruar të gjithë njerëzit dhe i ka krijuar për këtë mision dhe për këtë detyrë. Siç thot Allahu i lartësuar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë. Nëse dëshiron pra ta dish se çka është misioni i jot në këtë botë, për cilën të ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, në çdo gjë pra që hyn dhe drejtohesh në çdo drejtim, duhet ta dish qëllimin e atij. Pra, ai që shkon në një shkollë, ai i cili e vepron një punë, duhet ta di qëllimin se pse e bën këtë punë. Duhet ta di patjetër, nuk ka mundësi pra që të futet vetëm ashtu pa ndonjë qëllim. Dhe në këtë botë ekzistenca jote këtu duhet ta dish qëllimin se pse të ka pruar Allahu subhanahu wa taala në këtë botë. Patjetër duhet ta dish. Thot Allahu i lartësuar se kjo pra nuk është për tjetër pos që të adhurohet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe me këtë i ka dërguar të gjithë pejgamberët. Pas Ademit alayhis salam, thot Ibn Abbasi, njerëzit ishin 10 gjenerata në besimin e pastërt. Pra 10 gjenerata vazhduan që të jenë ashtu siç kërkonte Allahu subhanahu wa taala për njerëzve. Thot Ibn Abbasi, pastaj u fut shirku tek ata. Dhe Allahu i lartësuar e dërgoi Nuhin alayhis salam, sepse Allahu përkujdeset për robërit e tij. Nuk dëshiron që ata të devijojnë dhe nuk i dënon pa u dërguar pejgamberin, pa u sqaruar se çka kërkon prej tyre. Nuk i dënon Allahu subhanahu wa taala njerëzit nga mëshira e tij. Dhe Allahu a dërgoi Nuhin alayhis salam me atë mision me të cilën Ademi kishte mësuar bijtë e tij, me atë mision me të cilën janë dërguar të gjithë pejgamberët. Dhe kështu pra vazhdoi zinxhiri i pejgamberëve duke u dërguar te populli i tyre dhe derisa arriti tek Ibrahimi alayhis salatu wassalam, i cili ka bërë diçka shumë të madhe në thirrjen e Allahut subhanahu wa taala dhe u sprovua me lloj-lloj sprovash, me sprova shumë të rënda dhe i tejkaloi ato. Ju e dini pra tregimin e Ibrahimit alayhis salam dhe e dini se sa është sprovuar për shkak të fesë së tij. Pasi u asqaroi atyre që adhuronin idhujt se janë gabim, e morën dhe deshtën që ta hudhin në zjarr për shkak të besimit të tij. Pra u sprovua me këtë gjë, të hudhet në zjarr. Pastaj u detyrua që të largohet prej popullit vet, të largohet prej tyre për shkak të besimit të tij. Edhe pse ai i përdorte të gjitha metodat që me të mirë të asqaroj atyre se cila është feja e drejtë
të cilën Allah subhanahu wa taala e kërkon prej tyre. Thot Ibn Uthejmini rahimahullahu taala, librin e cilit pra e shfrytëzojmë si bazë në sqarimin e këtyre tre parimeve, thot një dobi interesante. Thot el ibade në aspektin më të përgjithshëm, ibadeti në nshtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, në aspektin më të përgjithshëm thot i përfshin dy gjëra. Në nshtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala në aspektin kosmologjik, në aspektin e krijimit, e krijimtarisë. Dhe thot në këtë aspekt Allahu i lartësuar thot in kullu man fis samawati wal ard illa ati rrahmani abda. Çdo kush thot Allahu subhanahu wa taala, thot çdo kush që është në qiell dhe në tokë vetëm se do të vijë si rob i Allahut subhanahu wa taala. Pra çdo kush është rob i Allahut në aspektin e përgjithshëm. Çdo kush i nënshtrohet ligjeve që Allahu subhanahu wa taala i ka caktuar për këtë gjithësi. Çdo kush i nënshtrohet ushqimit, patjetër që të ushqehet nëse dëshiron të ekzistojë këtu, nëse dëshiron që të jetë në këtë planet dhe ta vazhdojë jetën e tij, patjetër të ushqehet. Nëse dikush mendon se nuk i nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala në këtë drejtim, le të rrijë pa ushqyer dhe ta shohë se çka do të ndodhë me të. Po ashtu çdo kush i nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala me ajër, me frymarrje. Allahu e ka caktuar se për të ekzistuar ti këtu duhet marrësh frymë. Dhe ti nënshtrohesh kësaj, deshte apo s'deshte. Kjo është pra nënshtrimi i krijimtarisë. Çdo kush i nënshtrohet krijimit të Allahut subhanahu wa taala për plakje, për kalimin e moshës. Plaket, secili plaket, secili pra arrin një moshë. Kjo është pa marr parasysh ai që vdek pak më herët, ai që vdes pak më vonë, secili kalon në për të njëjtën periudhë. Pra secili nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala, deshte apo nuk deshte. Mirë po, ky nënshtrim nuk ka përgjegjësi për Allahut subhanahu wa taala. Ky nënshtrim Allahu subhanahu wa taala e ka bërë ashtu që ti të nënshtrohesh dhe nuk është në lirinë tënde të zgjedhjesh, dhe ti nuk ke përgjegjësi për Allahut subhanahu wa taala se ju ke nënshtruar, pra nuk shpërblehesh apo nuk dënohesh pse ke marr frymë. Këto janë gjëra që i ke ashtu i ka bërë Allahu subhanahu wa taala në krijimin e tij. Thot Ibn Uthejmini, ky pra është lloji i parë që njerëzit i nënshtrohen Allahut subhanahu wa taala. Lloji i dytë është nënshtrimi i shariatit. Ti nënshtrohesh shariatit të Allahut subhanahu wa taala. Ti nënshtrohesh ligjit që Allahu e ka caktuar për ty që ta kalosh këtë jetë. Dhe ky lloj nënshtrimit është Allahu e ka lënë të lirë, i ka lënë robërit të lirë që të zgjedhin për këtë lloj nënshtrimit. Mirë po, kjo liri e zgjedhjes ka përgjegjësi. Ai i cili e zgjedh të keqen përgjigjet për këtë. Kjo është një ashtu pra siç kemi, edhe pse Allahu t'i takon shembullin më të mirë po për ta sjell një farë, për ta kuptuar më mirë. Shteti i lën të lirë, pra shteti në esencë i lën të lirë njerëzit. Mirë po në momentin që ti e thën diçka që ai ka caktuar, të dënon. Pra, dhe kjo është shumë e kapshme, shumë e logjikshme, që ai i cili ka liri të zgjedhjes të përgjigjet për veprat e veta. Kjo është shumë e logjikshme, sepse ti je përgjegjës për atë të cilën do ta ndërmarrish. Njerëzit Allahu i ka krijuar të tillë që të kenë liri të zgjedhjes dhe do të përgjigjen se a janë nënshtruar obligimeve që ai u ka caktuar apo jo. Do të përgjigjen për këtë. Dhe padyshim ato obligime kur ta kthesh në fund janë për dobinë e tyre, e vet njerëzve. Nuk janë për dobinë e tjetër kujt përpos të vet njerëzve. Dhe kjo pra është një dobi që e përmend ky sheh për llojet e ibadeteve, se si pra në aspektin më të gjerë nënshtrimi, e ka për qëllim në atë aspektin gjysor nënshtrimi dhe robrimi ndaj Allahut subhanahu wa taala është dy llojesh. Nënshtrimi i përgjithshëm, nënshtrimi i krijimtarisë apo kosmologjik dhe nënshtrimi i shariatit, nënshtrimi me vullnetin tënd. Për të parin tham nuk ka përgjegjësi, ndërsa për të dytin ka përgjegjësi. Dhe i pari është argument për të mençurin që e dërgon tek i dyti. Sepse ti po i nënshtrohesh Allahut subhanahu wa taala deshte s'deshte do të vdesësh. Ti je nën kontrollin e Allahut subhanahu wa taala, nën sundimin e tij. Andaj pse mos ta falenderosh atë për këto mirësi të shumta që ti ka dhënë?
duke ju nënshtruar ligjit që ai ta ka caktuar për ty, i cili në fund është prap për të mirën tënde. Pra përsëri e mira e kësaj i kthehet njeriut. Thot pastaj ky dietar wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Gjëja më e madhe me të cilën Allahu i ka urdhëruar robrit është tauhidi. Fjala tauhid rrjedh prej fjalës arabe wahada yuwahhidu, që do të thot ta veçosh vetëm një. Ta veçosh vetëm një. Dhe është për qëllim veçimi i Allahut subhanahu wa taala me ibadet. Ky është tauhidi. Thot Allahu i lartësuar wa a'zamu ma amara Allahu bihi huwa at-tauhid. Thot ky dietar, pra gjëja më e madhe me të cilën Allahu i ka urdhëruar njerëzit është tauhidi, veçimi i Allahut subhanahu wa taala me ibadet. Dhe ky dietar e sqaron tauhidin me këtë formë, pra me tauhid el-uluhiyye, që është veçimi i Allahut subhanahu wa taala me ibadetin që ne ja bëjmë atij. Mirë po, dhe këtë e potencon për shkak të rëndësisë që e ka ky tauhid, sepse këtu ka qenë ajo mos pajtimi mes pejgamberëve dhe popujve të tyre në çështjen e adhurimit të Allahut subhanahu wa taala, sepse shumica e popujve dhe shumica e njerëzve gjatë historisë dhe shumica e popujve të pejgamberëve e kanë pranuar se Allahu i krijon. Sepse Allahu kështu i krijoi njerëzit, që ta kenë në fitër besimin se ka një krijues për këtë botë. Shumica e njerëzve e kanë këtë. Shumica e njerëzve posa atij që fitra e tij, natyrshmëria e tij ka devijuar shumë, e kanë këtë. Pastaj edhe Ademi alayhis salam u ka tërhekur vërejtjen e njerëzve, pra, dhe e ka lënë këtë, e ka lënë amanet të bijtë e tij, brez pas brezi, prej njeriu të parë. Njerëzit e dinë se ekziston Zoti, njerëzit e dinë fjalën Zot, e dinë fjalën xhenet, xhehenem. Kjo është e ndërlidhur ngushtë me historinë njerëzore. Të gjithë e dinë se çka është kjo fjalë, pra. Të gjithë e dinë, përmende se thuaj çka është fjala Zot, të gjithë e dinë. Kjo tregon se kjo është e rënjosur thellë. Mirë po, ajo në cilën kanë devijuar shumica e njerëzve përgjatë historisë njerëzore është ibadeti ndaj Allahut subhanahu wa taala. Është veçimi i Allahut subhanahu wa taala me ibadet. Në këtë pikë ata kanë devijuar shumica e njerëzve. Dhe në këtë pikë ka qenë shumica e thirrjes të pejgamberëve. Pra, përqindja më e madhe e davetit pejgamberëve ka qenë këtë pikë, që mos të adhurohen guri e druri, dhe mos mendoni se adhurimet pagane që i kanë bërë njerëzit, bestytnit, shirku, është vetëm që ta bëj një idhull dhe ta adhuroj atë. Jo, kemi edhe adhurime moderne, adhurohen njerëzit, yjet, thot idhulli im është filani. Pra, adhurimi i dikuj që nuk e meriton adhurimin, që ka trashëguar edhe paska edhe forma moderne të kësaj bestytnie. Dhe nuk është çështja se kjo ka ndodhur te popujt e mëhershëm sepse kanë qenë të paditur e kështu me radhë. Në këtë çështje për fat keq mashtrohen shumica e njerëzve, pos atyre që e pastrojnë zemrën dhe besimin e tyre me nektarin e pasur të mësimeve pejgamberike. Përveç atyre, të tjerët krejt janë të devijuar. Kjo pra është gjëja më e madhe me të cilën ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala at-tauhid, të veçohet Allahu subhanahu wa taala me adhurim. Dhe kështu e shpjegon tauhidin ky dietar me tauhid el-ibade, apo veçimi Allahut subhanahu wa taala me adhurim. Mirë po, thot Ibn Uthejmini thot se këtë e ka bërë ky dietar, pra e ka bërë për shkak të rëndësisë se kjo ka qenë thirrja e pejgamberëve. Mirë po, me atë me cilën ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala është tauhidi, është tre lloje. Dhe kjo është si metodë shprehjes tek arabët, që e shprehin apo e potencojnë të veçantin me cilin thon i bëjnë isharet asaj që është më e përgjithshme. E potencojnë diçka që është më e rëndësishme për ta kuptuar atë që është më e përgjithshme për shkak të rëndësisë së saj. Dhe tauhidi, siç e dini pra, dhe duhet ta keni lexuar apo dëgjuar apo mësuar, tauhidi është tre llojesh. Lloji i parë është tauhid ar-rububiyye.
që të besosh se Allahu të krijon, të furnizon, se je në dorën e tij, se ai të kontrollon e kështu me radhë. Lloji i dytë i tauhidit është tauhid el-uluhiyya, tauhidi i adhurimit, që ti pra të adhurosh me veprat tuaja, ta veçosh Allahun subhanahu wa taala. Dhe lloji i tretë është tauhidi el-asma'i was sifat, tauhidi i emrave dhe cilësive, që ti pra ta kesh parasysh se Allahu subhanahu wa taala ka emra të bukur dhe cilësi të përsosura. Ta dish se Allahu subhanahu wa taala ka cilësi të përsosura, nuk ka cilësi të mangëta. Nuk ka cilësi të mangëta. Nuk i takon Allahut që të ketë fëmijë, nuk ka nevojë për pasardhës Allahu subhanahu wa taala. I lartësuar qoftë nga ajo që janë veshin të krishterët. Kur e ka krijuar qiellin dhe tokën, Allahu i lartësuar nuk ka pushuar, siç thot në Kur'an, sepse krishterët thonë 6 ditë i shkoi për ta krijuar dhe në ditën e 7 u ul dhe pushoi. I lartësuar qoftë Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu i lartësuar, i kena krijuar qiellin dhe tokën në 6 ditë dhe nuk jena lodhur, s'kena pas nevojë të pushojmë. Pra, Allahu ka cilësi të përsosura. Allahu i lartësuar ka cilësi të përsosura dhe duhet ta veçosh atë edhe me këto cilësi. Dhe si i dim këto ne? I dim duke mësuar mësimet pejgamberike, mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dim se me çka cilësohet Allahu subhanahu wa taala dhe me çka nuk i takon cilësohet. Këto pra me këtë gjë kanë ardhur pejgamberët dhe i kanë sqaruar këto gjëra. Allahu i lartësuar duke potencuar këtë thot për veten e tij lejse kemithlihi shay. Askush nuk i përngjan Allahut subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir. Dhe ai dëgjon dhe shikon. Ai është dëgjuesi dhe shikuesi. Dhe me këtë ajet i ka vendosur bazat e besimit në emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Baza e parë është se askush nuk i përngjan atij. Kjo është baza e parë, ta kesh qartë, dije se Allahu subhanahu wa taala nuk i përngjan askujt prej krijesave të tij. Dhe nuk ka mundësi që imagjinata jote ta parafitërojë se si është Allahu subhanahu wa taala, sepse ai nuk i përngjan askujt. Ai nuk i përngjan askujt prej krijesave. Ai nuk e ka formën e filan krijesës apo filan krijesës tjetër. Pra nuk i përngjan krijesave. Wa huwa as-sami'ul basir. Megjithë këtë, ai është dëgjues dhe shikues, dëgjon dhe sheh. Pra, e para është që ta dish se Allah subhanahu wa taala nuk i përngjan kërkujt. E dyta është që ta dish se ato cilësi me të cilët e ka cilësuar Allah subhanahu wa taala vetveten, ato cilësi ai i ka, ai dëgjon dhe sheh. Ai dëgjon dhe sheh ashtu siç i takon madhërisë së tij. Pra, ai i sheh çdo kënd, e dëgjon çdo gjë. Mirë po, nuk i përngjan askujt në këtë. Nuk i përngjan askujt në këtë. Wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk. Dhe gjëja më e madhe në të cilën nga e cila na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala është shirku. Wa huwa da'watu ghayrihi ma'hu. E shirku çka është? Që ti ta adhurosh, ta lutësh, në këtë rast ky dietar e sqaron kështu shirkun. Ta lutësh dikën tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky është lloji më i madh i shirkut. Lloji më i madh i shirkut është që ta lutësh dikën tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Pra, edhe në këtë rast e potencon gjën më të rëndësishme të asaj për cilën bën fjalë. Pra, ti drejtosh lutjen dikujt tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Ky është lloji më i madh i shirkut. Ndërsa shirku në përgjithësi është që ti drejtosh dikujt atë që i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Shirku është pra që ti drejtosh dikujt atë që i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Që të adhurosh në përgjithësi me të gjitha llojet e ibadeteve dikën tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Pra qoftë ajo duke e lutur atë apo qoftë duke i drejtuar ndonjë ibadet tjetër. Mirë po ajo që më shumë t'i ndodh është drejtimi i lutjes dikujt tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu i lartësuar, inna shirke le dhulmun adhim. Me të vërtet shirku është zullum i madh, mëkat i madh.
Dhe thot wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Dhe kush i bën shirk Allahut subhanahu wa taala e ka bërë një shpifje të madhe. Dhe thot wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Dhe kush e adhuron dikon tjetër posa Allahut subhanahu wa taala ka devijuar me një devijim shumë të largët. Dhe thot innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kush i bën shirk Allahut, Allahu ja ka bërë haram atij xhenetin dhe vendi i tij është zjarri dhe për zullumqtarët nuk ka ndihmës. Pra ky është zullumi më i madh, sepse Allahu subhanahu wa taala për ty e krijoi çdo gjë në këtë botë. Ty t'i dha cilësitë dhe të veçoi si krijesë më e ndershme prej krijesave tjera. Ty t'i dha gjitha të mirat, për të cilët Allahu thot wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Edhe nëse mundoheni që t'i përkufizoni ato, nuk arrini që t'i delni në qosh. Ty t'i dha gjitha këto, e pastaj të kthehesh dhe ta mohosh atë, apo të adhurosh dikën tjetër, drurin apo gurin, apo të adhurosh dikën i cili është i ngjajshëm si ti, njeri pra si ti, padyshim se kjo është padrejtësi e madhe. Padyshim se kjo është padrejtësia më e madhe. Allahu i lartësuar thot inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal atë që i bën shirk atij dhe ja fal pos kësaj kujt të dëshiron ai. Pra nëse njeriu vdes pa u penduar prej shirkut, Allahu subhanahu wa taala nuk do ta fal atë. Nëse vdes pa u penduar, ai i cili pendohet, Allahu ja fal gjitha mëkatet. Nëse pendohet sinqerisht dhe i lën ato, Allahu i fal gjitha. Mirë po, ai i cili vdes pa u penduar, nëse nuk i ka bërë shirk Allahut, po e ka veçuar Allahun me adhurim, mëkatet tjera inshallah taala ka shpresë se Allahu do t'ja fal. Po edhe nëse dënohet, ka shpresë se do të del prej zjarrit të xhenemit. Ndërsa ai i cili bën shirk Allahut, dhe kjo e tregon vlerën e madhe, rëndësinë e madhe që e ka kjo, dhe mësimi i këtyre gjërave, sepse ai i cili bën shirk Allahut, ai e ka të ndaluar xhenetin. Ai e ka të ndaluar xhenetin, sepse nuk e ka çelësin e xhenetit, nuk e ka atë me të cilën çelet xheneti, që është fjala la ilaha illallah, dëshmia, shahadeti, ajo me të cilën njeri bëhet musliman, pasuesi krejt pejgamberëve. Pasuesi krejt pejgamberëve, prej të parit deri të fundit, është shahadeti, dëshmia. Dhe çka do të thotë dëshmia? Është vetëm fjalë që thuhet. Dëshmia do të thotë që ti mos të adhurosh dikën tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. Dhe për fat keq njerëzit kanë rënë në këtë pikë, kanë rënë në shumë lloje të shirkiateve. Pra për fat keq, andaj njeriu duhet që të mësoj këtë gjëra që neudhubillah mos të bjerë në diçka që ja rrezikon besimin e tij, mos të shkojë pra që të bjerë në diçka që konsiderohet shirk, me të cilën del prej feje. Kjo është shumë më rëndësi që njeriu ta di. Njëra prej gjërave i cili konsiderohet shirk është që të besosh se dikush tjetër posa Allahut e din gajbin, që të besosh se dikush e din të fshehtën, që ti besosh pra horoskopit, apo asaj që e thot fallxhori, apo që të shkosh tek sihërbazi dhe ti besosh atij sihërbërsi, i cili pretendon se din diçka për të ardhmen tënde, apo se i din disa gjëra të fshehta. Nëse i beson atij del prej feje. Nëse i adhuron, i kushton ndonjë lloj ibadeti dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa taala, kjo të nxjerr prej feje. Dhe kjo pra e tregon rëndësinë që e ka mësimi i këtyre gjërave. Dhe në pikat shkurtra pra kjo është feja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Kjo është feja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, që të adhurohet vetëm Allah subhanahu wa taala, duke mos i përshkruar atij shirk në ibadet asgjë. Dhe kjo është urdhri më i madh i Allahut, që të adhurohet vetëm ai, dhe ndalesa më e madhe që mos ti adhurosh dikën tjetër përveç tij. Dhe Allahu i lartësuar e potencon shpesh në Kur'an millet e Ibrahim Hanifa, thuaj, pra në shumë raste Ibrahimin a.s. e potencon me këtë. Pra se Muhamedi a.s. është në fenë e Ibrahimit. Pse? Sepse tham për shkak të rëndësisë së madhe që e ka ky pejgamber.
dhe pas Muhamedit a.s. është pejgamberi më i rëndësishëm. Dhe këta dy prej pejgamberve Allahu i ka zgjedhur që t'i ketë Khalil. El-Khulla në gjuhën arabe është niveli më i lartë i miqësisë dhe i dashurisë. Andaj Ibrahimi a.s. së bashku me Muhamedin a.s. për gjithë pejgamberve e kanë arritur këtë derexhe, e kanë arritur këtë nivel, që të jetë pra Khalilullah, i dashur i Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe Kurani famlart është i mbushur për plot me raste të Ibrahimit a.s. dhe ku shpaloset thirrja e Ibrahimit a.s., ku shpaloset sakrifica e Ibrahimit a.s. Ju e dini për shembull vetëm rastin me Ismailin, birin e tij. Paramendoni pra, sakrificë, kërkon sakrificë që njeriu ta sakrifikojë birin e tij. Kjo është diçka e rëndë. Allahu i lartësuar nuk dëshiroi që Ibrahimi ta therr djalin e tij, ta bëj kurban. As se si kjo nuk është qëllimi i Allahut. Mirë po Allahu e dinte se nëse edhe këtë e kërkon prej tij, ai do ta çojë në vend, sepse e kishte besimin e fortë. E dinte, Allahu i lartësuar e dinte këtë gjë. Dhe që të na tregoj neve se ky pejgamber, shikoni se çfarë sakrifice ka bërë për hir timin, e urdhëroi, pastaj ja zaventsoi me një dash. Mirë po që të ngel mësim për gjithë ata që do të vinë pas tij, që të ngel mësim, që ta dinë vlerën e këtij dhe të jetë nxitje për neve. Allahu prej këtij sa shumë pas ka kërkuar e ai nuk u luhat as pak, e çoi në vend urdhrin. Andaj kjo duhet të jetë edhe mësim për ty, se prej te Allah nuk kërkon shumë. 5 kohët e namazit, për shembull, falja e namazit, 5 kohët e namazit nuk janë shumë, nuk është diçka e mundimshme, nuk është diçka e lodhshme. Merre 5 herë në ditë, për shembull, nga 10 minuta 50 minuta, prej 24 orëve as 1 orë, për shembull, po quaj edhe 1 orë komplet. Këtë e kërkon prej te Allah subhanahu wa taala. Pastaj 23 orë tjera ti je i lirë. Puno për këtë botë sa të duash, përderisa nuk jenë haram, puno për këtë botë sa të duash. Pra nuk kërkon shumë. Kjo duhet jetë nxitje për neve. Dhe une e pashtë arsyeshme pra që t'i lexojmë së bashku disa ajete. Tre mund të thuash 3 fragmente nga jeta e Ibrahimit a.s. 3 raste që e potencojnë besimin e tij, që e potencojnë bindjen e tij në Allahun subhanahu wa taala, dhe që e potencojnë se sa ai është i rëndësishëm për besim drejtët, për muslimanët, për ata që e veçojnë vetëm Allahun me ibadet. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Anbiya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Ne thot ja kemi dhën Ibrahimit a.s. rushdehu, pjekurin, besimin e drejt dhe mendjen e pastër dhe të shëndosh. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun. Kur i tha Ibrahimi a.s. babait të tij dhe popullit të tij, çka janë këto idhuj? Çka janë këto idhuj të cilët ju i adhuroni? Pse i adhuroni këta gjëra, gur dhe dru, nuk janë diçka që meriton të adhurohet. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Populli i tij s'kishin ndonjë argument, sepse më të vërtet kjo është diçka që nuk e pranon mendja e shëndosh. Andaj than, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Than, ne i kena gjetur prindrit tanë në këtë çështje. Prindrit tanë e kishin zakon kështu, edhe ne pra i ndjekim qorazi. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin. Atëherë Ibrahimi a.s. u tha, dijeni se edhe ju, edhe prindrit tuaj jeni në gabim. Kjo gjë është gabim. Pa marr parasysh se e ka vepruar prindi jot, paraardhësit tuaj. Feja e të parëve tanë, me gjithë respektin që i kemi për të parët tanë, me gjithë nderimet, sepse janë paraardhësit tanë, mirë po, paganizmi është diçka e kotë, edhe nëse e kanë vepruar të parët tanë. Dhe nuk është argument veprimi i dikujt për diçka. Dhe sikur të ishte argument, atëherë i pari jon më i madh është Ademi a.s.
Ai është i pari i krejt njerëzimit. I pari i krejt njerëzimit. Andaj, nëse edhe kështu nëse e kthejmë, përsëri do të kthehesh tek ibadeti, tek monoteizmi, veçimi Allahut me ibadet. Qalu ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin. Than, ana erdhe me të vërtetën apo vetëm po tallesh? Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum min ash-shahidin. Atëherë Ibrahim alayhis salam tha, po, me të vërtet un jam dëshmuesi i Zotit tuaj, i cili është Zoti i qiejve dhe i tokës, dhe i cili krijoi ato. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dhe pasha Allahun, unë do t'ua bëj një kurth këtyre idhujve tuaj pasi që ju të shkoni. Faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Atëherë i bëri krejt pluhur e hi, krejt idhujt përveç idhullit më të madh. Ndoshta ata do t'i kthehen atij për zgjidhjet këtij problemi. Pra mendo, ata i konsideronin si dikush që adhurohet, a ky i rafshoi ato, i bëri pluhur e hi. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Atëherë ata kur u kthyen than, kush pas ka vepruar kështu me zotrat ton? Subhanallah, e pan se janë bërë pluhur e hi dhe ende vazhdojnë t'i quajnë zotra. A Ibrahimi a.s. e përdori këtë metodë që t'u argumentoj se këto nuk meritojnë të adhurohen. Këta nuk meritojnë të adhurohen, nuk meritoni ju njerëz me mendje, krijesa jeni më të ngritura se guri dhe druri. Si mundet ata i adhuroni, u binin sejdë? Andaj Ibrahimi a.s. i rafshoi ato. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Than, kush e veproi këtë me zotrat tona, ai me të vërtetë është zullumqar. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Atëherë disa prej tyre than, e kina dëgjuar një djalosh që i përmend, që potencon pra se kjo është diçka e kotë, e ka emrin Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Atëherë ata ishin tubuar për asaj fesës tyre që ishin kthyer. Than, silleni atë para njerëzve, ta pështërsojnë para njerëzve, dhe qëllimi i tyre ishte kjo, që ta qortojnë dhe ta pështërsojnë se si ke mundur ti këtë të veprosh zotrave tanë, ato që ata i adhuronin. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Than, o Ibrahim, a ti e bëre këtë me zotrat tanë? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantikun. Thot, ky madhi, ky ka fajet, pyetni atë nëse ju jep përgjigje. Pra, ju e keni Zotin më të madh, ka nge lende gjallësht, pyetni atë, kthejuni atij, masi ju atë për adhuroni atë e quani Zot, kthejuni atij. Farajau ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Atëherë ju kthyen vetvetes dhe i thanë njëri tjetrit, me të vërtet ju jeni gabim. Pra këto u bën copa dhe hi, me të vërtet ju jeni gabim. Thumma nakasu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Pastaj thot u kthyen përsëri në besimin e vjetër. Edhe pse e pan argumentin e qartë, sepse ata më herët kishin frikë respekt për këtyre, nuk guxonin t'ju afroheshin, kishin bestytni, besime të kota rreth tyre. E pan argumentin e qartë, Ibrahimi a.s. i rafshoi, mirë po kryenetësia dhe mendjemadhësia ndaj të vërtetës. Andaj e vazhduan atë. Dhe i than Ibrahimit a.s. po ti e din se këta nuk flasin. Atëherë Ibrahimi a.s. i sulmoi ata dhe besimin e tyre të kotë. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. U tha, si adhuroni pos Allahut subhanahu wa taala dikën që nuk ju bën dobi, që s'ka ndorë asgjë prej çështjes tuaj,
ju e dini se ata nuk ju kanë krijuar, pra nuk ju bëjnë dobi, e as nëse dëshirojnë t'ju dëmtojnë, nuk kanë mundësi t'ju dëmtojnë. Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah, afala ta'qilun. Mirë për atë që i adhuroni përveç Allahut subhanahu wa taala, a nuk po mendoni, a nuk po logjikoni, a nuk po e shihni se jeni gabim? Qalu, tash pra poshtën argumentet e tyre, nuk dishin se çka thonë. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Atëherë thanë, digjeni Ibrahimin, edhe mbroni zotrit tuaj. Para mendo, mbrojeni zotrat tuaj dhe digjeni Ibrahimin. Çfarë zoti është ai nëse pra këta pas kanë nevojë që t'i mbrojnë ata dhe ta djegin Ibrahimin alayhis salam për këtë çështje. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Atëherë thot Allahu, ne e bëm që zjarri të jetë i freskët dhe i ftohtë për Ibrahimin. Wa aradu bihi kaydan faj'alnahum al-akhsarin. Dhe ata deshën t'i bëjnë kurth, e ne i bëm ata më të nënçmuarit, më të poshtërsuarit. Ky pra është rasti i parë që ka të bëjë me adhuruesit e idhujve, se si Ibrahimi alayhis salam i bënte davet, u bënte thirrje atyre dhe u amposhti gjitha argumentet e tyre që i kishin në thojza. Rasti i dytë është me atë sunduesin zullumqar, me Nemrudin, i cili pretendonte se njerëzit duhet të adhurojnë atë, pasi që Allahu i kishte dhënë pushtet, pra ai e quante veten Zot. Kjo ishte një rast me adhurimin e idhujve. Rasti tjetër, sundues zullumqar që e quan veten Zot, që i obligon njerëzit të nënshtrohen ligjeve të tij e jo ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, që e quan veten Zot, që e quan dikë që e meriton adhurimin pos Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky thonte, une i kam, pra une jam Zot, une i kam gjitha cilësitë e Zotit. Dhe edhe këtë e potencon Allahu subhanahu wa taala në surën Bekare, kur e tregon dhe na sqaron debatin që ka ndodhur mes Ibrahimit alayhis salam dhe këtij mbreti zullumqar që pretendonte se ai është Zot. Thot Allahu subhanahu wa taala, alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbih an atahu Allahu al-mulk. Thot, a e ke parë atë që polemizoi me Ibrahimin alayhis salam për Zotin e tij, sepse Allahu i kishte dhënë sundim. Pra, pasi që fitoi do pak sundimit kësaj bote, ai u tregua mendje madh. Ai u bë mendje madh dhe mendoi se me këtë nuk ka nevojë për Zot tjetër, se ai është Zot dhe se të tjerët atij duhet t'i nështrohen dhe ta adhurojnë atë. Andaj kur dëgjoi se Ibrahimi alayhis salam po i thot njerëzve, adhurojeni Allahun, krijuesin e qejve dhe tokës, Zotin e vërtet, nuk i pëlqej këtij, sepse ky ju thoshte, më adhuroni mua, unë jam Zoti juaj. Ky pra e kishte besimin e faraonit, siç thoshte edhe faraoni. Dhe kur e dëgjoi se Ibrahimi alayhis salam e ka këtë thirrje, nuk i pëlqej, andaj edhe e thirri atë dhe para atyre parizvet u mundua që ta nënshmoj. Dhe e pyeti se kush është Zoti yt. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahimi alayhis salam tha, Zoti im është ai që jep jetë dhe vdekje, duke ja treguar një ndër argumentet më të fuqishme të Allahut subhanahu wa taala. Jeta dhe vdekja, vetëm vdekjen merre, nuk ka njeri që mund t'i shpëtojë vdekjes. Nuk ka njeri që mund del prej këtij ligji të Allahut subhanahu wa taala. Andaj njerëzit nuk e veprojnë këtë. Të tjerët nuk e veprojnë këtë. Krijimin e as vdekjen. Kjo tregon se është në dorë të dikujt tjetër, në dorë të dikujt i cili i mbisundon dhe i zotron këto gjëra. Atëherë ky çka tha, kale ene uhji wa umit, edhe unë jap jetë dhe vdekje, ky mbreti, dhe i mor dy robër që i kishte zonë në burg, që ishin të burgosur, njërin e vrau, tjetrin e la të lirë. Dhe u mundua që me këtë ta merr cilësinë e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po Ibrahimi alayhis salam nuk e ka për qëllim këtë ti që thua. Ibrahimi alayhis salam ka për qëllim krijimin, të cilin ai nuk mund ta veprojë.
dhe ka për qëllim vdekje në vërtet të cilën ai nuk mund ta veprojë. Andaj edhe tha, qala fa inna Allaha yati bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Tha Allahu e bën që dielli të vijë nga lindja, pra nëse ti qenë ke aq i fuqishëm, bëre që dielli të del nga perëndimi. Dhe nuk u mundua që të thellohet te ky argument, sepse kjo ishte e qartë për çdo kënd që ka mend. S'ka nevojë shumë polemizohet. Mirë po, ja soll një argument më të fortë që ai s'ka gjasa ta kundërshtoj. Fa buhit alladhi kafar. Atëherë ai që mohoi, atëherë mbeti shtangur, se s'kishte, diellin nuk e kontrollonte, diellin nuk e kishte në dorë, andaj mbet i shtangur. Ky është rasti i dytë me Ibrahimin a.s. Dhe rasti i tretë që e potencon vlerën e tij ndaj umetit monoteist, ndaj adhuruesve të vetëm Allahut subhanahu wa taala, është kur ai e ka ngritur Ka'ben së bashku me Ismailin a.s. Dhe kjo e tregon vlerën që ka ky pejgamber Ibrahimi a.s. Dhe pse quhet babai pejgamberve? Pse Allahu Islamin ndonjëherë e quan millet e Ibrahim? Pse e quan feja e Ibrahimit a.s. Pra ka raste të ndryshme që potencojnë vlerën e Ibrahimit a.s. Kur'an, mirë po ne i zgjedhëm këto tre për ta treguar besimin e tij të paluhatshëm, për ta treguar kundërshtimin që ja u ka bërë llojeve të ndryshme të pabesimtarve dhe për ta treguar vlerën që ai e ka ndaj muslimanëve, ku e ngriti së bashku me birin e tij Ismailin, e ndërtoi Ka'ben në temelin në të cilin e kishte ndërtuar Ademi a.s. në fillim, sepse Allahu thot, shtëpia e parë që është ndërtuar për ibadet është Ka'bja. Shtëpia e parë që është ndërtuar për ibadet është Ka'bja. Dhe Allahu i lartësuar, ju e dini se e urdhëroi që me Hajeren gruan e tij të shkojë në vendin ku është Mekja, dhe së bashku me djalin e saj Ismailin t'i vend përqendroi aty, që në këtë vend pastaj të rriten pasardhësit e këtij pejgamberi, që të rriten pasardhësit e këtij pejgamberi dhe të rritet një popull që adhuron vetëm Allahun subhanahu wa taala. Që të rritet pra një popull që adhuron vetëm Allahun subhanahu wa taala. Dhe kështu ndodhi, prej Ismailit a.s. u shumuan shumë, dhe prej Ishakut, që është djali i Ademit a.s., rrjedhin jehudit dhe popujt perëndimor, ndërsa prej Ismailit a.s. rrjedhin arabët. Dhe ky është, thot Allahu i lartësuar për këtë rast, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dhe kur Ibrahimi a.s. duke i ngritur shtyllat e Ka'bes së bashku me Ismailin, thojke, Zoti ynë pranoje prej neve sepse ti dëgjon dhe i din njetet tona. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alejna innaka antat tawwabur rahim. Zoti ynë na bën musliman. Pra Ibrahimi a.s. dhe Ismaili e bëjnë këtë lutje, na bën musliman të nënshtruar ndaj teje. Islami është feja e gjithë pejgamberëve. Wa min dhurriyyatina, dhe prej pasardhësve tanë, ja Rab, prej pasardhësve tanë që do të na hapish, bën ummet muslimatan lak, që janë të nënshtruar ndaj teje, musliman ndaj teje. Wa arina manasikana wa tub alejna, na i prano ibadetet tona dhe na i fal neve, innaka antat tawwabur rahim, sepse me të vërtetë ti je që e prandon pendimin dhe që mëshiron. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, Zoti ynë, dhe dërgoje tek ata një pejgamber prej teje. Kjo është duaja që e ka bërë Ibrahimi a.s. për Muhamedin a.s. Që pastaj kur të bëhet ummeti madh, kur të shtohen pasardhësit e këtij pejgamberi e Ismailit a.s., Allahu ta dërgoi një pejgamber tjetër. Ka bërë dua Ibrahimi a.s. për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, unë jam rezultati duas së babait tim Ibrahimit a.s. Pra që tregon vlerën e madhe që e ka ky pejgamber për neve si musliman.
Wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alehim ayatik, dhe dërgoje tek ata një pejgamber prej teje, i cili do t'u lexoj atyre argumentet tuaja, do t'u lexoj atyre mësimet tuaja. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, dhe do t'u mësoj librin dhe urtësinë. Wa yuzakkihim, dhe do t'i pastoroj prej gjitha papastërtive të besimit dhe të veprave të këqija dhe të ndyta. Inneke antel azizul hakim, sepse me të vërtet ti je i fuqishëm dhe i urtë. Pra, kjo është feja e Ibrahimit a.s. Feja e gjithë pejgamberëve, dhe Ibrahimit a.s. i cili konsiderohet babai i pejgamberëve, që të adhurohet vetëm Allah subhanahu wa taala dhe të largohemi nga shirku. Dhe në këtë pjesë të librit të cilën e sqaruam deri tash, autori pra e qartësoi këtë pikë. Me kaq po e përfundojmë. O sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.